Cilët janë ato personat të cilët ju kanë dhënë një dorë të sigurt në botën e muzikës? Definitivisht nëna ime, për kraja më e madhe. Pra po thoni që nëna është personi më i afërt i juaj. Po normal. Jo vetëm për mua, po për çdo kënd është nëna. Atëherë dhe pyetja e fundit, cili është mesazhi që transmetoni nëpërmjet televizionit Blue Sky Music të gjithë fansave të tu, të gjithë adhuruesve të tu që po të ndjekin në këtë moment drejt për së drejti në televizionin Blue Sky Music? Po dëgjojnë muzikë zbavitëse më tepër dhe të bëjnë organizime kështu të bukura siç i bën Jeti në Shkodër. Të kënaqet populli, kuptohet dhe ne këngëtarët jemi në dispozicion të vinë dhe ta kryejmë obligimin ton. Mësojnë shkollë sa më tepër, të lexojnë më tepër, kjo është. Atëherë të dashur miq, këtu erdhi fundi dhe intervistës tonë për sonte. Unë ju falenderoj përzemërsisht që pranuat ftesën dhe që ishit me ne sonte në studio.